Ja, s'munësh me funksionu si spedent që ta. Profesor spedent, që tregoj pse? Pse bre profesor? Sepse merr mesazhe apo merr letra apo merr, nuk ke pavarësi individuale. Po s'munësh më mbinë me gjanat pa qenas zotri. Që ky është një veprim konkret, profesor. Kush është tek? Unë miki prej ceftës. Ju përgëzoj për ceftën. Pani po thuje pra. Edhe nuk e nxita debatin, akademik për por unë çfarë dhe veç jeni. po tregoj ç'është funksionojnë gjanat. Ja, s'munësh me funksionu si spedent që ta. Profesor spedent, që tregoj pse? Vjen ti je në pozitë shumë të keqe. Pse bre profesor? Sepse merr mesazhe apo merr letra apo merr, nuk ke pavarësi individuale, as profesionale. S'ka të bëjnë mesazhe për ta heq. Po dem, fal. Nuk je gjyqtari, ti as profesori. Respekt, unë të respektova, ki kujdes. Respekton, veç dëgjoj, po dëgjoj kur po flet. Okej. Shiku problemi që ju... Po s'munësh më mbinë me gjanat pa qenas, zotri. M'fal. Sa ato nuk funksionojnë. Profesor, s'munësh ti me ngrit kapacitete kur je shumë larg procesi. Secili me përfundu fjalën. Mos ma Profesor, për ceftën. Kur kemi ardhur, s'kemi gjetë asnjë letër në sekretariatin e ceftës që kërkon në Bruksel. Po tash apshe s'ki durim me dëgju. Kur kemi ardhur në qeveri, nuk i kemi gjetë asnjë letër në sekretariatin e ceftës për heqje të mikit në agjendë. Ti kontrolloje, profesor. Veç po tregoj, po që brevis ta këqyri se mundën me kontrollu masanej. Nuk i kemi gjetë. Kemi nevojë tonë me kontrollu, ne kemi përgatitur draftin, letrat. Profesor, veç lëm ta përfundoj. Po, në rregull është, respekt. Po nëse ke respekt, lëm ta përfundoj. Kam respekt. Nuk kemi gjetë asnjë letër që e vendos në agjendën e sekretariatit të ceftës heqjen e UNMIK-it si përfaqësuese e Kosovës. Unë ju me mbru sherpa i Republikës të Kosovës në mars, nëse s'ka bëjt vitit 2021. Një ndër detyrat e mia të para, ka qenë në qershore kemi propozu SEFTA-n, Southeastern European Free Trade Agreement, ku kemi dasht me e mbyt mini Schengenin edhe mas nej këtë Open Balkan. Po me qatë ide e ta? Prit vish pak. Po jo, po s'ki nevojë me pajtu. Edhe e kemi bën kërkesën me qitë në agjendë me ministrën ministrën Rozeta Hajdari, me vendos në agjendë. Prej asaj dite nuk është dalë prej agjende, derisa është hjek. Që ky është një veprim konkret, profesor. Kush është hjek? Unë miki prej ceftës. Jo, bre ti the sefta. Ju keni lujt loja emra. Sefta është një tjetër propozim që e keni bo. E di që e keni bo, pa jo s'funksionon. Jo, ajo tjetër ma bet ka funksionu shumë mirë. E di. Kur dy ministri keni prea asaj kosave keni pasur të tregtisë. Mimoza se kemi gjetë. Pyetni se ministrit i keni edhe tash që atëherë i keni pas. Edhe profesor, nuk kemi gjetë. Me gjithë respektin, sinqerisht, që më lejon vetëm një minutë, të gjitha dokumentet, se unë kom qenë koordinator para josh, kur e kem bërë dorëzimin, besoj. Kujt e keni bërë dorëzimin? E kem bërë dorëzimin kryeministrit Kurti. Po? Në mars 21. Po s'ka pas letrën se Jo, gjitha letrat janë, e kam edhe kopje. Besom, ndëgjoj tash. Veç them diçka. E kem bërë antarësimin, jo tregoj, transferin nga zona ekonomike. Fakte alternative. Jo, ku reale po ndodh. Për korrektësi. Sepse shiko, ne kemi marrë takimet në zonën ekonomike rajonale. E kem bërë antarësimin e Kosovës në tregun e përbashkët rajonal. Ju e dini që tash jeni ju përgjegjës. Jo në bajt gjitha takimet, ka qenë edhe antarë të Shqipërisë edhe gjithë, kemi bashkëpunu shumë, edhe gjitha dokumentacionet, gjitha takimet relevante. Pa, kemi pas mini Schengen kër jena ardhë në qeverin 2021, a akon? Jo, s'ka pas, ato kanë qenë deklarata, ka qenë Open Balkans, kanë qenë shumë deklarata. Open Balkan u bo ma vënë. Jo, shiko. Mini Schengeni u bo Open Balkan. Jo, shiko, ne kemi refuzuar atë, madje kemi diskutu edhe me Brukselin. Jo, ne po folim, jo në fakte të vërteta. Çështja e ceftës është regjistruar në rregull, ju përgëzoj për ceftën. Pani po thoje pra, se dyqysh kur po mohohet gjithçka. Jo, asnjë pohem s'po ka. Jo, ne jemi këtu me mohu, besom. Por të gjitha dokumentacionet